vëllezër e motra, familjar të gjitha familjeve të cilat nga gjiri i vetë dhanë vite vija të veta që sot populli ynë i kësaj pjese të hapësirës sonë të marë frymërimisht. Për kujtimet që bëjmë për herojt tanë, për dëshmorët tanë, kanë një kuptim shumë më të madh se sa vetëm këto akademie, këto takime që bajmë ne. Këto kanë rëndësi se duhet të dinë rrugën të cilën e përshkuan. Zoti Rustem Xheçiri është njëri nga vargoni i madh i pafund i dëshmorëve dhe herojve të kombit tonë, të cilët nuk u pajtuan asnjëherë me robëri, të cilët ishin në gjendje dhe me punën dhe shembullin e tyre i treguan edhe popullit tonë, edhe botës, se populli ynë nuk do të pajtohet me kur farobrie. Prandaj, edhe këto takime duhet të zgjerohen dhe të forcohen. Duhet të bëhen shkollat tona, sidomos shkollat e mesme, gjitha qyteteve tona. Duhet të bëhen bartse të përkujtimit të herojëve dhe të dëshmorëve tanë në mënyrë që organizimi të mos rrjedhë vetëm nga familjet, por organizimi të bëhet institucional, të bëhet shkolla vendi ku kultivohet kujtimi dhe nderimi e respekti për gjithë herojët e dëshmorët tanë, kudo që ka ndërra në hapësirën shqiptare. Ne sot jetojmë në një Kosovë të cilën e kemi shpallë të pavarur. Mirë po kemi probleme. Kemi ende përpjekje që të na kontrollojnë pavarësinë tonë. Prandaj dëshira jonë, përpjekjet tona, vullneti ynë, duhet të shkojnë në drejtim që të se ndërtojnë ëndrat dhe përpjekjet dhe dëshirat e gjithë herojve të dëshmorëve tanë që ranë pa kursim dhe dhanë jetën e tyre për një Kosovë të lirë, për një Kosovë demokratike, për një Kosovë sovrane. Prandaj, nuk mjafton vetëm që të bëjmë manifestime, po duhet të përpiqemi që këtë kornizë të pavarësisë sonë ta mbushim me përmbajtje. Duhet të përpiqemi që ta bëjmë armatën tonë, duhet të përpiqemi që ta komandojmë policinë tonë, duhet të përpiqemi që ta bëjmë prokurorinë tonë, duhet të përpiqemi që t'i bëjmë gjyqjet tona, duhet të përpiqemi që një ditë të bëhemi udhëheqës përgjegjës të vendit tonë, në mënyrë që i tregojmë botës se ky popull luftoi që të jetë i barabartë me gjithë popujt tjerë dhe të bëhemi të Zot që të përgrajnë edhe kombe dhe popujt tjerë të cilët ende janë ndrobruar në përbot dhe të cilët presin gjithashtu edhe ndihmën tonë. Pra, le të përpiqemi që Kosovës qili sa më shumë dhe era shtetë këto ndalesa që u bënë, një dy ndalesa që u bënë në kufijtë e Kosovës, për qetnik të ndryshëm që janë mësuar të hyjnë të dalin, si kur Kosova është një vend pa porta ku mund të hyjë deri e dosat një valët e tyre qetnike këtu. Kjo na mbush me optimizëm. Në këtë mbush, ne e përkrajmë dhe do të përkrajmë qeverinë tonë, do të përkrajmë udhëheqjen tonë. Atje, udhëheqja jonë, qeveria jonë ngecë, dëshira e detyra jonë është që të kërkojmë që të shkojmë më përpara, që të bëhet më e vendosur, që të rritë ta depolitizoj arsimin, ta depolitizoj shëndetësin, ta depolitizoj ekonomin, ta depolitizoj policin. Do me thënë që të hymë në radhën e shteteve evropiane demokratike të cilat kalojnë pa kriza, pa korupcion, pa dallavere, pa tendera të rajshme të tjera janë. Pra, i uroj popullit heroik të Vitis, i uroj popullit heroik të Kosovës, i uroj popullit dhe kombit shqiptar, me të gjithë hapësirën shqiptare, që të shkojë gjithë një më përpara, të mos ndalen para pengesave të cilat i kemi dhe të cilat do t'i kemi edhe për disa kohë. Në fund, do t'a linë
ashtu si kaluam sfidat edhe më të rrezikshme, ashtu si kaluam përpyetjet shumë të rrezikshme që na faronin dhe na shpërngulin nga vendi ynë. Tash kemi për detyrë që ta bëjmë një Kosovë demokratike, ta bëjmë një Kosovë të pavarur, ta bëjmë një Kosovë sovrane, ta bëjmë një Kosovë që t'i marrë aty gjithë bota. Rrofshin edhe mos u harrofshin kurrë të shkollët e herojt e kopit tonë. Rrof populli ynë herojt. Faleminderit.